Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu, wa sallam, wa baraka, al-Mustafa, wa alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falendimin të nësi të kërëmët Allah subhana të elus dhe ati përgjërëm që të lavdroj dhe të begoj dhe umeti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjede. Të vëllezër, për vlera më të mëdha në jetë është kur njeriu vlerat në cilat është përcaktuar, kur ato e kanë një rrjedhë edhe një burim të vlefshëm. Do të thonë, ti takon një vlere, po ajo përkatësia jote e ka një farë burimi që për ty jo vetëm që është burim vlere, po është edhe burim krenarie. Ose ndonjëherë për shembull, te që ajo vlera që ti i takon, ki qef edhe me të vetë dikush rrjedhë kujt është ose burim prej kaburon. Për arsye se sa herë që burimi është më i pastër, sa herë që burimi është më i qiltë, sa herë që burimi është më i rrallë, më i shtrenjtë, ti do me tregu se ç'ky jam unë, sepse unë i takoj burimit, i takoj rrjedhës, jam vazhdimësi e një vlere e cila domethënë e ka një domethënie ose një vlerë ose një çmim domethënë të shtrenjtë. Saktësisht kush je ti, edhe çka përfaqëson, është shumë e lidhur edhe prej kujt po rrjedh, edhe cili është domethënë burimi yt. Për arsye, udhëtarët e Islamit, në veçantë udhëtarët e Sunetit, pjesë të krenarisë, pjesë të përkatësimit shumë publik, shumë me këtë dinjitet, e kanë që janë burimin e besimit, burimin e dogmës, burimin e bindjes, burimin e gjithçka që ata e besojnë, e kanë tek shpallja, edhe është vazhdimësia e profetëve. E kanë tek shpallja, edhe janë vazhdimësia e profetëve dhe imamëve të udhëzimit. Pse po them edhe imamëve të udhëzimit? Për arsye se kur një burim është shumë i pastër, me gjas ka me pas rrjedhën e gjatë, edhe pastaj rrjedha e gjatë ka me pas protagonistët edhe eksponentët e saj. Ndaj, pse ti beson çështu? A pse tu ka mush menja? Po se po që tu ka mush menja, po jo vetëm kaq, ti beson kësaj se kjo është rrjedhë e pjesëve të udhëzimit, edhe dijes, edhe të dritës, e që ata i ndjekin pejgamberët, e pastaj domethënë pejgamberët kanë ardhur me proklamat prej Allahut subhanahu wa taala. Është e rëndësishme me potencu një fakt. Kur ti e deklarohesh se ç'ky besimi jam, ose ç'ky është besimi i vërtetë, ose unë këtij besimi të vërtetë i takoj e kështu me radhë. Me një ose tjetër formë, je duke pohuar që je rrjedhë shpalljes edhe rrjedhë profetëve. Është e qartë? Dhe këtë rast u deklarat me shumë përgjegjësi kjo. Domethënë, nëse ti thu çështu do të më besu, atëherë ti ç'i do thon? Çështu ka besu Nuhi alayhis salam. Çështu ka besu Ibrahim alayhis salam. Çështu ka besu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në kuptimin që po të mos kishim besu ata, as na nuk do të kishim besu. Po fakti që na besojmë i bie që jemi rrjedhë e tyne. E imagjino për shembull, më kon kjo deklaratë në këtë shkallë të përgjegjësisë, ndërkësh na me qenë në atë shkallën e padjenisë që e dimi ku jena. Domethënë, na shumë pak e njohim besimin, na shumë pak e njohim akiden, na shumë pak jemi të edukuar mirëfillit të çështjes të besimit, ndërkaq përkatësia jon te ky besim nën kupton që na vetëm po nënshkruhemi që na vazhdimësi e profetëve të Allahut subhanahu wa taala. Ndaj kisha pas dëshirë me potencu si të vërtet madhe që t'ju shoqërohet gjatë këtij vargu mësimesh, që dija më e madhe, o dija për Allahun. Edhe dija për besimin është dija domthonjë më e çmuar, më parsore. Dhe ignoranca më e poshtër, ignoranca më e keqe, ignoranca më e parsyetueshme, është ignoranca që ka të bëjë me Allahun atë që ka të bëjë me besimin. Do thonë, nuk do të më relativizu këtë si çështje, sepse na shpesh ndodh ne jemi ekspert të një fushë dhe jo vetëm kaq, jemi ekspert të një aspekti shumë ngushtë përmen asaj fushë. Edhe ne e kallëzojmë ata me krenari. Ne e kallëzojmë me krenari që ndoshta këtë shtetin tonë veç 5 ekspert janë dhe unë jam 1.5. Që dimi t'i kallëzuar detajat më të rralla ku bëjmë pjesë, domethënë te fusha, te ajo fushë fjallavia 3% që i botës, domethënë që kush është i thirrur për atë farë discipline. Ndërkaq kur vjen për lëmin e besimit, lëmin e akidës, na nuk, domethënë nuk sikletomu që ndoshta jena te fusnotat e njerëzve që sa dimi për akide, sa dimi për besim, ose sa temat e besimit, temat e akidës e dominojnë domethënë jetën tonë dhe mësimet e tona. Ndaj keni vëmendjen. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na ka kallëzuar që shëmbulltyrën e kena te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe na kjo për ne është aksiomatike se me do e mos do të më konë shëmbulltyr kush. Ai i cili domthonë është promotori dhe flamurtari i asaj vërtetë me të cilën Allahu i ka dërguar profetët të njerëzit. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dashur me kallëzu pse jam shëmbulltyra, vini re. Domthonë nuk është modesti kjo nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A duhet me ardhi një moment me interpretu këtë si modesti nga një njeri shumë i përkryer. Jo. Kur ata vinë dhe japin një model të fetarisë, shqipen një farfetarie me skajshmëri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam refuzon. Edhe pastaj sikur se shënon Imam Buhariu prej Aishës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Fa wallahi inni la a'lamuhum billah." Pasha Allahun, unë kam shumë të dije për Allahun. Unë jam shembulltyr shkaku i njohjes së Allahut. Mund të bësh shembulltyr
me dijen për Allahun, nuk bën shembull me diçka tjetër. Nuk mund të dikush për neve me qenë shembulltyr në kuadër të një preardhje ose në kuadër të ndonjë karakteristike fizionomike ku diun çka. Ti bëhesh shembulltyr vetëm me mbi bazën e besimit. Pastaj I plotson shembulltyrat e tjera të adhurimit, të moralit të shënor. Po baza fillestare që na ndërtohemi të qenit model është domethënë besimi. Ndaj thot njëri prej dietarëve tonë të maj, Sheikh Abdulrahman Mahmudi, thot ahlus sunnati wal jamaa yantaliquna min at-tauhid fi kulli shay. Thot I thtarët e sunetit piknisjen për çdo çështje e kanë pitë tauhidit. Jo thjesht kur jena në territorin e temave teologjike, na kena përbotur. Jo, na edhe në tregti e kena piknisje me tauhid. Domethënë edhe tregti kur bëmi e aktivizomi temat e tauhidit për më konë tregtar të mirë. Na edhe në bashkësi e kena domethënë temën e tauhidit. Na edhe ku diku se kemi menu, apo? Ose edhe në shoqni, domethënë në raportet e mirëshkuesisë me njëri tjetrin. Do të dikush e menon këtë thjesht si moral. Jo, na e kena edhe moral me çumimin e njëri tjetrit, po e kena edhe tauhid, se dimi që na ka lidhur imani, na ka lidhur tauhidi në Allahun subhanuhu wa taala. E rrismi këtë temë në madhështinë që e meriton. E rrismi këtë temë në peshën që realisht domethënë ja ka dhënë Kurani edhe Suneti. Realisht lidhja jonë me dijen e tauhidit, lidhja jonë me dijen e besimit, akides, e ka një veçanti që është shumë e rëndësishme potencuar. Përmend Sheikhul Islam Temia thot, "Laysa fi dunya min al-ladhati a'zamu min ladhati al-ilmi billahi ta'ala." Nuk ka thot në këtë dynjë do një kënaqësi më të madhe sa kënaqësia që vjen si rrëdhim I njohjes së Allahut. Domthon çaq më shumë që e njeh Allahun, çaq më shumë vjen një shije, edhe një përjetim, edhe një ndjenjë përmbushje dhe kënaqësie, nuk e kanë fetarët e tjerë. Domthon ka fetarë të tjerë të cilët kanë ndoshta programet shumë ngarkuar të ibadetit, ose ndoshta kanë entuziazëm shumë të shprehur në deklarat. Mirë po shihem edhe lezet në shpirtin e tyre kanë domthon shumë të theksuar ata të cilët domthon e njohin Allahun subhanahu wa taala. Madje Ibn Taymija ka dhënë një deklarat shumë interesante. Thot cilën do kënaqësi më në këtë dynjë, thot merr fon me vdekjen tënde. S'ka thot kënaqësi, jo vetëm me vdekjen, ato edhe para vdekjes morin fond, apo janë shumë të kufizuar. E vetmja kënaqësi që s'merr kur fon është kënaqësia e njohjes së Allahut subhanahu wa taala. Thot ajo ka me të çështnuar tutje. Ajo vjen me tyje. Domthon të shiju njohjen, jo thjesht kurreshtar me ditë që është definohet çka mesela në akide. Jo jetë shiju që jetë e njoft Allahun subhanahu wa taala dhe domethënë çka ka të bëjë me besimin në Allahun te bareke wa taala. Në këtë varg mësimesh, me lenin Allahu subhanahu wa taala kena më shpjeguar një libër për veprave të shehut ton shumë të çmuar, shehut madh, Sheikh Abdullah Guneimanit, që është një prej autorëve shumë të thirrur për temat e besimit. Është shehu vazhdon të jetë gjallë, është prej dietarëve që kom pas fat pak me përfitu prej shehut disa takime dhe mësime. Sidomos është kuadër shumë I veçuar në botën islame në trashëgiminë e Ibn Taymijës rahimahullah. Do thonë një prej kuadrave më të thirrura, sepse shehi dikush mbi 90 vjet, do thonë që e njeh Sheikhul Islam Ibn Taymijën Koxhamin nëpërmjet atij leximi të përgjithshëm edhe të rregullave të përsëritshëm që I ka bërë domethënë literaturës. Nuk e njeh Ibn Taymijën me citime, që e njohim zakonisht ne. Nuk ka dallim, thonë Ibn Taymija ka këtë qëndrim se ti referohesh një citati, e më thonë jo, nuk mundet me pas Ibn Taymija këtë qëndrim, se unë që shenjë Ibn Taymija nuk mundet me marrë këtë konkluzion. Sheikh Abdullah Guneimani është një prej këtyre kuadrave të kësaj vlere. Sot e kemi kapitullin e parë të librit që thot bab awwalu ma yajibu lillahi ala al-abd. Detyra e parë e robit karshi Allahut. Detyra e parë, obligimi I parë I robit karshi Allahut subhanahu wa taala. Fillimisht besoj që është sfiduese, nëse dikush për shembull neve si musliman na pyet, çka është te ju musliman gjëja e parë që e keni në raport me Zotin. Nëse na për shembull e kishmi dhënë si fjali për shembull deklarata la ilaha illallah, atëherë ai na tu thonë që shpreha e deklaratës është obligimi I parë apo ka një obligim para deklaratës? Është e qartë. Ose nëse deklarata është obligimi I parë, a ngërthen ndonjë obligim përmes deklaratës apo jo? Ajo çka po do të thonë, duhet me kuptuar diçka që lidhja rob Zot është lidhje reciproke. Lidhja rob Zot është lidhje reciproke. Domethënë, Allahu të krijon, ti duhet me bë diçka. Allahu të furnizon, ti duhet me bë diçka. Domethënë, çka bën Allahu me ty ti pedi. Domethënë, sjell në ekzistencë, ta jap jetën, shpirtin, të mbarashton, ta mundson të jetuarit, të jap frymarrjen, e ka vënë në funksion kozmosin, diellin, gjithçka për me funksionuar bimësia, pastaj bimësinë time përdor për me jetu e kështu me radhë. Domthonjë çka bën Allahu, raporti I Zotit me ty për ty është I qartë.
Shtrohet pyetja, raporti yt me të është i qartë. Por me kuptuar që kjo është raport, domethënë reciprok. Kështu që përgjigjja më e saktë është nëse merr vetë prej Zotit, për arsye se raporti ka të bëjë me të. Nuk ka hapësirë këtu na me spekulu ç'i bën na u kon me Zotin. Është i qartë? Domethënë logjika e spekulimit të raportit rob Zot ka logjik nëse Zoti s'na kish komunikuar kur gjë. Është i qartë? Me populli mëshirës madhe që e ka për krijesat e tij, edhe për shkak të kufizimit që e ka krijesa, Allahu këtë raport e ka sqaruar nëpërmjet shpalljes, nëpërmjet profetëve, nëpërmjet domethënë proklamatave që e ka shpallur domethënë profetët. Ndaj autori e ka një metodologji që kemi vënë inshallah gjatë trajtesave, thjesht e hapni kapitull dhe i citon ajetet edhe hadithet. Nuk ka domethënë fjalë ti, nuk ka domethënë shpjegime i bie kështu, nuk i bie kështu. Kuptimin që përgjigjen gjejnë në kuadër të ajeteve. I përzgjedh ajetet dhe keni vëmendjen, përzgjedhja e ajeteve nga dietarët e kanë veçanti. Çaj Kur'an është. E ke lexuar 10 herë, po kurse ke menuar se çka ajet realisht i bie me ndërtu çka domethënie të madhe. Kështu që kur dikush përzgjedh diçka, e ai dikush është dietar, për ty veç përzgjedhja tem veti. Veç pse e ka nënvizuar që kët ajet ose veç që e ka nënvizuar që kët tekst fetar, i bie që ky e ka një domethënie. E ka një veçanti. Krahasues Sheikh Salali Sheikh Allahu rrit thotë për zgjedhjet e njeriut, teksa lexon, teksa dëgjon, apo teksa mëson tek dikush. Atë çka e përzgjedh, thotë për zgjedhjet e njeriut janë copat e shpirtit dhe mendjes së tij. Domethënë, mendja jote e ka një vlerë që pe zgjedh çat. Më është për shembull, shpesh ndodh njerëz ndoshta përzgjedhin citate nga derset ose nga librat edhe i postojnë ose domethënë ai postim ose ajo shfaqje, ajo shpalosje, është shpalosje e zemrës edhe mendjes tonë se shumë është domethënë e rëndësishme pse të ka ardhur interesant që ajet. Pse të ka ardhur interesant që hadith, pse të ka ardhur interesant që pjesë e ligjatës, pse të ka ardhur interesant që ai fragment prej librit. Është i qartë? Ose prej fjalëve të selefit, kuptohet nëse nuk jemi duke u veshur me diçka shasi kemi, nëse jemi duke cituar prej me atë çka jemi duke ndjellë dhe jemi duke e përjetuar. Ndaj na i referohemi pikërisht nga ky kuadër për zgjedhjes së dietarëve, sepse vlerësohemi sikur Sheikh Abdullah Gunemoni vjen i përgjigjet këto ajete, kjo është ekstrakti i pjekurisë së tij intelektuale. Vjen me ta përmbledhat, 70 vjet e ka studiuar tauhidin, edhe vjen me ta përmbledh që tu do të më gjetë të përgjigjem për çdo temë. Te çka ajo do të më gjetë, te çdo hadithe të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, si dhe e ka një lloj garancioni për çështjen gjithë përfshirëse të Kuranit. Domethënë, nuk është një intervenim për me gjetë, hajde ta gjejmë një ajet për çka temë. Jo, ky çast shumë ka jetuar me Kuranin, çast shumë ka jetuar me tefsirin, çast shumë ka jetuar me trashëgimin e selefit, ka ardhur për vendim se çka ajet e jep çka domethënia në plotësinë e vet. Që i bie po të garanton se pas një leximi të gjithë përfshirjes të Kuranit ka në përfundim. E jo domethënë nga një çasti domethënë shumë e ngushtë ose domethënë selektive, sidomos po e ritheksoj këtë pjesën e gjithë përfshirëse. Domethënë shumë është e rëndësishme në jetë, ti je i sigurt që ai që të mësu e ka një shtrirje gjithë përfshirëse në tekstet fetare. Për këtë arsye e gjom një hadith që shënoi Ibn Majah, që argumenti thotë hadithi sahih për Amr ibn Shuaibit ai bazë të gjyqit. Thot kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yahtasimuna fil qadar. Thot një ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thaj po do shok të vet, disa, nuk u kon ky problem i shoqënisë me dinase, po disa tu bëni far polemike rreth meseleve të kaderit. Tash meselet e kaderit janë të kësaj natyre, nëse i qasësh nga një kënd, mundesh më kompliku. Ndërkësh nëse ki qasë gjithë përfshirëse, duke mbledh këtë argumente që janë temë, nuk mundesh me pas ndërlikim. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot bi hadha umirtum, a kështu jeni urdhëruar? Au li hadha khuliqtum, apo për këtë jeni krijuar? Keni vëmendje janë dy pyetje. Domethënë ti në raport me ajetet, çka jam urdhëruar dhe pse jam kriju? Domethënë, çish jam urdhëruar ju ças ajetit dhe pse jam kriju dhe rrëdhëmisht unë më inimue çasësime në tekste për me ardhur te qëllimi i krijimit me sforcue adhurimin për Allahun. Nëse dia nuk çon te arsyeja pse e kriju, atëherë nuk është rrugtimi i saktë. E i thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, a kështu jeni urdhëruar? A për këtë një kriju? E pastaj thot, tadribuna al-Qur'ana ba'dahu bi ba'd, po e merrni Kur'anin pjesë dhe po e përplasni, nuk po e keni qasën gjithë përfshirëse për me shumë më harmonizuar dhe me lidh mirë, domthon ajetet me njëra tjetrën, bi hadha halakatil ummam qablakum. Me këtë veti, me këtë qasje janë shkatruar popujt e mëparshëm. Me këtë qasje, qasja selektive, qasja ngushtë, qasja jo e plot në tekstet e fesë çon devim. Për arsye domethënë na jena shumë të lumtur kur i referohemi një përzgjedhje që ka bërë dikush domethënë prej dietave, ndaj dikush pejgamber ka thënë awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imani. Ai obligimi më fillestar që ka muslimani i moshrritur, muslimani që është më i vetëdijshëm, është me ndreç imanin e vet. E tash do të marr me çiket ide, domethënë nuk jam duke
duke i shtuar fjala bie për shkak njëri të përgjithshme. Jo, unë jam të ndreq imanin tim. Unë vim me një seri të akides, unë ngoj një seri të akides, jam të ndreq imanin tim. Domethënë me çket iman kam shkuar te Allahu te barekutaala. Mund të jetë ndoshta mësimet e fundit jetës teme, por mund të jetë edhe ndoshta 10 mira mësime tuti që kam iman jetë. Po ato këtë kam ndërtuar mbi çket iman që jam të ndrequr. Mbi këtë iman që jam të ndërtuar, mbi këtë iman që pja ndreqë, pja merr me toj themelet. Jo që ne kena me mësu diçka që nuk e kena besuar mbram. Nuk vimi na me këtë ide, po edhe çat që ki besu ti prom, ki nevojë me ripërtrinje dhe me korrigjuar dhe me përmirësu domethënë akiden edhe besimin tan. Akoma mirë se sa me ndreq imanin tan me ajetet e Allahut azza xal. Kuptimin që të shtohet një bindje, të shtohet një koncept, të shtohet një lexim, edhe di që kjo ka ardhur si rrëdhim i meditimit një ajetit, nuk ka ardhur si rrëdhim i një entuziazmi ose një emocioni duke ngu dikan. Ose mas pranë ti e ki referimin tek fjalët e Allahut. Pse ti e ki sforcuar çka domethënie? Sepse në çka ajet domethënie kom gjetë këtë domethënie ose në çka ajet domethënie më është përmirësuar domethënie çka e kuptim. Ndaj Allah subhanahu wa taala tregon për Nuhin alayhis salam që i ka thonë popullit të vet, i ka thonë ubellighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Thot un po a kumtoj, po a kallzoj juve thjesht mesazhet e Allahut. Thot unë po jam këshillues për juve dhe unë di diçka prej Allahut çka nuk e dini. Domethënë pi referohet tankon kujt ajeteve të Allahut. Nuh alayhis salam nuk lemenon kuptuar te populli vet që një mësues i mirë është ky. Apo? Domethënë po kjo është vetëm një përcjellës i mirë. Normal ky pastaj ku do të jetë mësues i mirë se kam javë thjesht njerëz. Ama thelbi nuk është mësuesi, thelbi është ai i cili ka dërguar domethënë mesazhin, në këtë rast domethënë është domethënë fjala e Allahut, ndaj Allahu azza wa jalla e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tu thotë domethënë popullit qul inni ala bayyinatin min rabbi. Thuaj unë jam me një argument qartë pi Zotit tim. Domethënë atribuojani edhe ktheni edhe referonin keq këtë besim, domethënë te Allahu subhanahu wa taala. Atëra pyetjasmi domthon prova që i ka përzier domthon autori, ajeti i parë thot Allah subhanahu. La ikraha fi din. Nuk ka imponim në çështjet e fesë, kuptimin e hyrjes pa besim edhe pa bindje domthon fen Allah subhanahu wa taala. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Është bërë qartë e drejta prej të pavërtetës. Thot Allah subhanahu. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Kushdo i cili e mohon taghutin, gjithkë që adhurohet krahas Allahut, edhe beson në Allahun, ky është kap për njërin e fortë. Ky është kap për njërin e fortë, lem fisam me leha, e cila nuk ka shkputje, wallahu samiun alim, Allahu dëgjon edhe është i gjithdijshëm. Keni vëmendjen. Është shumë e rëndësishme edhe pse këtë kena mos gjenu kohë shumë besoj. Edhe duhet me mos mos gjenu për arsye të gafletit të madh që domethënë është në këto shekujt e fundit në raport me këto tema. Domethënë, fillimi i narrativës së dogmës islame nuk ka të bëjë me pohimin, po ka të bëjë me mohimin edhe me distancimin. Domethënë, pa heq dorë nga çdo besim i kot, pa heq dorë për çdo besimi të pavërtet, nuk mundesh me ndërtue pastaj besimin e saktë. Për këtë arsye domethënë, ne e gjomi që në fjalorin e fesë është pi temave shumë të ndjeshme, ajo që quhet el-kufr bit-taghut, mohimi i taghutit, mohimi i gjithkujt tjetër që adhurohet krahas Allahut subhanahu wa taala. Mirpo megjithatë, më bëmi thon dikujt, cili është obligimi i parë i muslimanit, nuk kishte më thon për shemb mohimi i gjithkujt tjetër krahas Allahut. Ashtu që domethënë nëse kena konsiderat në kapitullin atë shpjegoj, detyra e parë e robit karshi Zotit. Domthonë detyrën e parë karshi Zotit i kimi mohu një herë gjithkë tjetër që adhurohet krahas Allahut subhanahu wa taala dhe mohimin me pas si pararendëse, domethënë të pohimit. Thot imami i Davetit, reformator të epokave të fundit, Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab në librin e tij Treparime thot: "Waftarada Allahu ala jami' al-ibad al-kufra bit-taghut wal-iman billah." Allahu këtë krijesa jo ka bë obligim. Domethënë kjo çështje nuk ka kompromis, është çështje e kryer. O ka bë obligim me mohuni gjithçka që adhurohet krahas Allahut, pastaj me pohue besimin në Allahun subhanahu wa taala. Që kjo radhitje është aksiomatike për njerëzit e arsyeshëm. Nuk mundesh me ndërtu diçka mbi diçka e cila është e kundërta e saj. Duhet domethënë mu pastru pikë kësaj, domethënë herë fillon procesi i pastrimit, pastaj domethënë procesi kushtimisht thonë që e përdorin si term të arabët, procesi i stolisjes. Një herë hek llomin, një herë hek domethënë të keqën, pastaj domethënë mundesh me stolis me atë vlerë që ti do me e bë. Çish bëhet kufri në tagut, çish mohohet taguti ose çish është formula ose mënyra për me bë kufër në tagut, dietarët e kanë përmendur që duhet me pas bindje. Çfarë bën kufër në tagut, me mohu tagutin, me mohu gjithkë i cili adhurohet krahas Allahut, me pas bindje, me pas dogmë,
që çdo ibadet që i kushtohet dikujt tjetër krahas Allahut, është ibadet i kot, i pavërtet, i pavlefshëm. Duhet me heq dorë, jo vetëm me besu, po duhet me heq dorë. Nëse eventualisht dikush ka pas një dogmë shirkërore ose kufrore, duhet me heq dorë prej saj. Dhe jo vetëm kaq, duhesh edhe me urrejt atë kufër, edhe atë shirk, edhe atë domthon praktik që është e kundërta e imanit. Pastaj është pjesë e kufrit në tagut, edhe rrjedh e kufrit në tagut është që duhet me i gjyku idhtarët e asaj të pavërtete si palë tjetër dhe për pabesimtarë. Domthon ai ka dalë në çetër përcaktim. Domthon nuk mund të më konën ai i cili i beson kufrit, edhe ai i cili përcaktohet te kufri, më konën të njëjtën kohë edhe në taborin e imanit. Domthon këtu ka identitet. Edhe pjesë e identitetit tonë është me besu se kush nuk ka bë kufër tagut është natona, nuk është këndej. Sepse shpesh ndodh fjala bie dikush kur na ligjërojmë ose dietarët e tonë kështu me radhë, mësuesit e tonë kur ligjërojmë për mohimin e tagutit, edhe mohimin e gjithë kujt tjetër që adhurohet krahas Allahut, edhe thonë po është e vërtet, adhurimi i idhujve është kufër, është shirk, ose tavafi kushtuar evliave është kufër, është shirk, ose madhrimi i mauzoleve dhe i tyrbeve dhe praktikat e shirkut dhe kufrit janë domosdoshmë pa vërteta, ama ata janë muslimanë sikurse na, nuk mundën të qenë musliman. Përdesa adhuron dikë tjetër krahas Allahut, përdesa ai nuk heq dorë pi shirkut dhe pi kufrit, ai nuk është musliman. Ndaj është pjesë edhe rrjedh e kësaj domethënie që jo vetëm me e gjyku në bindjet e tua dogmën si të kot, po edhe ata do të shihen si idhtar të së kotës dhe jo idhtar të së vërtetës, domethënë duke qenë të përlyer, domethënë edhe të përcaktuar, domethënë te kufri, është më rëndësi me përmendni diçka. Në zakonisht kur e përmendni te meselet e imanit, që imani është me zemër, gjuhë edhe me vepra, e njëjtë është edhe te mohimi i tagutit. Domethënë nëse dikush fjala veç e beson kotësinë të adhuruar krahas Allahut, po nuk e deklaron, këtë rast domethënë, nëse lëmon në kuptuar që edhe ata nuk është keq, ose lej njerëzit çysh dojnë të veprojnë ose çka dojnë të bëjnë. Domethënë, na duhet me deklaruar që domethënë kjo është shirk edhe kufër edhe ata të cilët i besojnë kësaj domethënë nuk janë në anën e besimit edhe të tauhidit, domethënë deklarat, e nëse dikush fjalë bie edhe ka pasur një praktik shirkut, ai duhet edhe me refuzuar me praktik pastaj ata. Për shembull, nëse dikush fjala bie ka adhuruar një idhull, ai duhet me thy yllin e tij. Për arsye që me dëshmuar që domethënë në këtë rast ka shmangje dhe distancim prej kufrit edhe nëpërmjet domethënë veprës. Na e gjomi për shembull në fjalën e Ibrahimit alayhis salam ku thot Allah subhanahu wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha. Ibrahimi kur i tha babas vet Azerit, çysh ti idhujt po i merr për zotna? Inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin. Unë i thot tash babas vet, ty edhe popullin tan të shon devim. Domthon ta japun emërtimin. Domthon jeni në dalalet. Domethënë nuk mundem veç me të kallëzuar shem tu besu. Unë besoj të kallëzoj çka besoj për vete edhe çka besoj për ty që nuk je këtë besim. Unë me të vërtetë ty dhe popullin tan ju shoh domethënë në devim, ose thot Allah azza xhel teksa na tregon për Ibrahimin, qali ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun. O popull jam, unë distancona pi shirkut tuaj. Domethënë nuk kem ty kallëzuar veç çka jam. Po edhe ju kallëzoj që nuk jam si ju. Nuk besoj si ju. Edhe unë çasaj të juves mimma tushrikun i tham shirk, nuk i tham ndryshe. Ja për mërtimin e saktë. Për arsye domon distancimi prej shirkut është hapi kryesor. Distancimi prej kufrit është hapi fillestar. Domon heqja dorë për çdo kujt që adhurohet krahas Allahut subhanahu wa taala. Edhe distancimi prej domon këtyre dogmave të shirkut dhe të kufrit. Edhe deklarata e saktë që ti nuk i takon këtyre bindjeve. Edhe deklarata e qartë që ti konsideron këtu kufër edhe shirk është pjesë domethënë e jetësimit të obligimit të parë. Thot Allah subhanahu për Ibrahimin, se ka thonë inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana min al-mushrikin. Unë jam drejtuar ka ai i cili ka krijuar qiellin e tokën. Jam drejtuar ka Allahu, edhe unë nuk jam mushrik. Me njerë duhet me kallëzu deklaratën që unë jam si ju. Nuk jam të kallëzuar vetë që jam drejtuar ka Zoti. Po edhe nuk jam si ju. Edhe nuk besoj si ju. Edhe vetëm kaq në juve në devijim, në humbje dhe domethënë në lajthitje, kështu që ai që ka pas ndonjë kible tjetër do të më kthyet te kibla e saktë dhe me ikdor pi kiblës gabuar. Ai i cili ka pas domethënë të adhuruar tjetër krahas Allahut duhet me domethënë më u distancu. E shohim Muslimi për Amr ibn Abasa kur e ka vetën o bi ay shay'in arsalaka, como me shkat ka dërguar Allahu. Pa më sa kështu që ka thjeshtësuar Abbasës, i ka thon Amrit, i thon arsalani bi silati al-arham. Më ka thënë Allahu me i majt lidhjet farafisnore. Këto janë të hapura, besimtar, jo besimtar, kjo është e përgjithshme. Me një masaj thot, wa kasri al-awthan, ka dërguar me i thy idhujt. Domethënë, kthymja e idhujve është faza finale e distancimit prej shirkut. Kuptimin që nëse ky i thën, a mundet me besu në idhuj?
Ky nëse ata që i kanë shejtruar shumë, derisa kanë besuar në hynishmërinë e tyre ose në drejtën e tyre për të adhuruar, ose kanë menuar që hynit zbresin shpirtat e tyre ato idhuj. Kjo është gjendje çat shumë u distancuar deri në thymje. Kjo lëmë në kuptuar domethënë se kjo është pjesë e proklamatës, jam dërguar me kët. Nuk ka thonë është mirë, ka thonë jam dërguar, domethënë jam dërguar me u distancu plotësisht domethënë prej shirkut wa an yuwahhidallahu la yushrak bihi shay'a, jam dërguar që të njëjësohet Allah dhe të mos i bëhet Allahu shirk. Thymja e idhujve është para se mu përmend tauhidi Allahut, por me lëmë në kuptuar që distancimi është shumë parsor. Distancimi, domethënë është shumë parsor, ndaj sikur që ka përmendur Ibn Hishami kur vin Qurayshët, edhe vinte Abu Talibi për me lyp një farë kompromisi, një farë zgjidhje që shmia bë çarën me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i cili po fton njerëzit kundër idhujve dhe adhurimit të idhujve dhe distancimit prej tagutit e kështu me radhë. I thot ja Abu Talib, inna ibn akhika qad sabba alihatana. I thon o Abu Talib, ky djali vllajt ton po na ofendon hynitet tona. Kuptimin që po thot ata skrijojnë, atë janë të padenj për ma adhuru, ta e kanë dorrit ofendim. Pastaj thot wa abadinana, edhe po na nënçmon fen ton. Keni vëmendje thot, wa saffa ahlamana, edhe po na ka thonë si ju vini kurkun hiç. Po na thot ju sini të mëshëm, ju jeni njerëz me ndjelet, përderisa ju adhuroni dikë tjetër krahas Allahut, përderisa merrni gurë edhe njerëz, domethënë me adhuru krahas Allahut, wa dhallala aba'ana. Edhe po na i konsideron baballarët e tonë të devijuar, pararendësit e tonë të devijuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku është dërguar? A është dërguar te një popull që janë shumë të lehtë me pararendësit e tyre? A është dërguar te një popull që shumë e kanë mallnuar, çka ka thon baba, gjyshi, stërgjyshi? A mu dash me bë të qartë se kush ka dek në kufër është kafir? Kush ka vdekur në shirk është mushrik. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka bën kompromis në kuptimin që, domethënë me elan mundon kuptu që un pjoftoj në diçka të mirë e ju menoni apo ju pëlqen, e ndaçi me nejt ata të baballave tuaj rreni. Jo, domethënë ajo është devijim, ajo është humbje, ajo është shkatërrim, ajo çon në xhenem, ajo të jap emrin e kufrit të shirkut, dhe kjo tauhidi që ty të shtyn në saf me pejgamberin e Allahut te bareke ve teala. Kështu që më pas nisen konsiderat te pjesa e shpjegimit të tagutit. Në diskusin kuranor, kur vjen si term i veçantë, fjala tagut është për qëllim shejtani. Domthonë kryesisht në Kur'an kur përmendet fjala tagut është për qëllim shejtani, sepse ai është mentori më i madh dhe projektuesi më i madh i krejt shirkut dhe kufrit që ndodh. Edhe rrjedhimisht kushdo që adhurohet krahas Allahut, që quhet tagut, rrjedhimisht rrjedhën e parë dhe iniciatorin e parë për madhruaj krahas Allahut u kon shejtani. Ndaj në diskursin e veçantë kuranor vjen si term i veçantë domethënë tagut me kuptimin e shejtanit, ndërkaq dietar kur e kanë trajtuar këtë temë pak më gjatë edhe kanë analizuar këtë ajetet ku përmend taguti, konsiderojnë që i ka disa kuptime në Kur'an. Për shembull, kuptimi i parë është i thuhet tagut në Kur'an edhe në Sunet, kokave të devijimit që ftojnë të tjerët për të adhuruar krahas Allahut ose ata vet shfërfaqen si të denjë për të adhuruar krahas Allahut subhanuhu teala. Domthonë tagutet janë ata të cilët e prind domthonë idenë e kufrit të shirkut të devijimit. Dy e gjojmë në tekstin e shariatit që tagut konsiderohet kushdo që merr edhe gjykon me ligjet e tjera krahas ligjeve të Allahut subhanuhu teala, duke qenë në kundërshtim me ligjet e Allahut te barekuhu teala. Treta dhe katërta janë falltarët edhe magjistarët, do thonë vjen në Kur'an në Sunet tagut dhe nuk është për qëllim kuptimi i parë, por për qëllim domethënë në magjistarët ose falltarët ose më saktë ata të cilët pretendojnë dinë të fshehtës, e që në këtë rast domethënë pretendojnë diçka që i takon vetëm Allahut subhanuhu teala. Pes vjen në Kur'an në Sunet për idhujt, domethënë në termi tagut, si dhe vjen për promotorët e shirkut, edhe domethënë taguti më i madh që është domethënë shejtani. Diku e dëgjojmë në vëllezër, më shumë është term gjuhësor se term fetar. Tagut vjen edhe si term për despotët edhe tiranët edhe zullumçarët e mëdhej. Domethënë vjen tagut, mirë po nuk është për qëllim që adhurohet krahas Allahut, po njëri që ka kalu kufit. Sepse tughjani është në sen gjuhën arabe për me kalu domethënë kufit. Kështu që na në trajtesën tonë edhe në këtë varg mësimesh ne i referohemi asaj konkluzës që ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe dietarët e tjerë që realisht ata kur vinë me një konkluzë mas 5-6 vjetëve të përmbledhin këtë që ka thonë selefi. Domethënë i ka lexuar sahabët, tabiinët, ata vënë me një definicion. Kur vjen me një definicion, definicioni zakonisht vjen me tendenca përmbledhëse, jo përjashtuese, me një si rregull të shkencave. Domethënë kur vjen dikush ta bën një definicion, u dosh me ta përthakuar ç'ybe. Jo në kuptimin e të qenit domthonë shumë i pjesshëm. Sheikhul Islami kur e merr thotë wa taghutu thotë wa huwa kullu ma yu'bad min dunillah. Taghutu gjithkusht që adhurohet krahas Allahut. Neve na mjafton çka si të mëson. Ndaj tash tutje i referohemi këtij termi në përkthim. Gjithkusht që adhurohet krahas Allahut. Muhimi i taghutit, muhimi i gjithkujt që
adhurohet krahas Allahut subhanahu wa taala. Çipi obligimi i parë është mohimi dhe distancimi nga çdo kush që adhurohet krahas Allahut subhanahu wa taala. Sigurisht e kena domthon Kur'an kët si tezë domthonën të mbështetur fuqishëm. Thot Allah subhanahu wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Kur Ibrahimi tha babas vet edhe popullit vet, unë distancona prej asaj çka adhuroni ju. Keni vëmendjen? Nuk i thot unë distancona nga kultura juaj. Nuk i thot unë distancona nga zakonet e juaja. Distancimin për shkak na të fol për distancimin që ka të bëjë me adhurimin. Ta adhuroni dikë tjetër krahas Allahut, na duhet të distancojmë nga ai adhurim që bëhet domethënë krahas Allahut subhanahu wa taala, ose në khazon Allahu subhanahu wa taala thot qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladhina ma'a. Ju e keni pas shembull më të mirë tek Ibrahimi, edhe ata që kanë qenë me të domethënë besimtar. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kur ata i than popullit vet, na distancomo prej gjithkujt që ju adhuroni krahas Allahut. Pse krahas Allahut më potencu? Sepse çdo popull krahas Allahut e kanë adhuruar edhe Allahun dhe ne nuk e mohomi këtë pjesë. Ne e mohomi vetëm pjesën që i kushtohet dikujt tjetër krahas Allahut, edhe pse edhe adhurimin që ja kanë kushtuar Allahut nuk është e njëjtë sikurse ne, se ne ja kushtojmë me tauhid, ndërkaq ata ja kushtojnë me përlyrje dhe rrethmisht nuk kemi domethënë në një vi, thot Allah subhanahu wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Kur jo djema tri ata që janë konte domethënë tregimi i shpellës, u shmangë dhe u izolut nga ata dhe çka adhurojnë ata krahas Allahut. Domethënë duhet distancim dhe izolim për me kriju një identitet. Ti kur distancohesh, atëherë i bie që del te tabori i imanit. Pra si është një krizë në kohën bashkëkohore në vëllezër, fatkeqësisht, domethënë shumë njerëz që mendojnë që dogma izolohet përmena vetvetes. Akidja izolohet përmena vetvetes. Ajo nuk është akidja që ne ka lyp Allahu. Akidja që ka lyp Allahu ajo shfaqet. Akidja që ka lyp Allahu e deklarohet. Akidja që e ka lyp Allahu të krijon tabore. Akidja që e ka lyp Allahu të krijon lojalitet me besimtarët. Mumi me pas 10 ramira dallime, ama lojaliteti i imanit u mban që me të pas timin. Edhe ti me pas obligime ndaj me, dhe unë me pas obligime ndaj teje, është me thjesht. Se është mbi bazën e një lojaliteti që lidhet me qiellin, lidhet me shtat kaqej, lidhet për mi shtat kaqej. Lidhet pita Ademi alayhis salam, nuk ka ngjarje dy javë. Është diçka e madhe që ka të bëjë domethënë me njësimin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj autori vazhdon në këtë rrjedhë edhe me ajetin e radhës. Ajeti i radhës është realisht për me theksuar një domethënie në këtë vazhdim. Thot Allah subhanahu, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Dije se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe kërko Allahut falje për gjunat e tua. Dije se nuk ka të adhuruar, nuk ka la ilaha illa Allah, nuk ka ilah përveç Allahut, nuk ka të adhuruar me të vërtetë përveç Allahut, dhe kërko falje për mëkatet e tua. Saktësisht, çu kjo ajet, a mundi më thonë që është njëjtën domethënie sikur sa ajeti i parë? Realisht autori e bë këtë ajet për me armë me pruni një theksim të shtuar për domethënien që mohimi i tagutit është përmena fjalës la ilaha illallah. Në arsye pse e citon këtë fjalë, këtë ajet, është nuk po e konsideron si tezë të kryer, si trajtesë të kryer, e kuptuam ajetin po, e tash kupton anë sen. Ju shka thuni la ilaha illallah. A e keni menuar që tu të fjalë la ilaha illallah është mohimi i tagutit? A e keni menuar se që tu ti kur thu la ilaha illallah veç dush mi pas mohu krejt. U dash mu distancu pi krejtve që adhurohen krahas Allahu subhanahu wa taala dhe rrjedhmisht me kuptuar që kjo që na e dimi që hyrja në Islam është e varur me këtë fjalë, atëherë i bie që edhe Islami jon është i varur me distancimin prej shirkut, me distancimin, domethënë prej kufrit edhe shirkut dhe mohimin e gjithë kujt tjetër që adhurohet krahas Allahut, dhe këtu është ajo fatkeqësia më e madhe që ka ndodhur umetit në shekujt e fundit, është ignoranca mbi këtë fjalë. Nuk ka sprovë më të madhe. Domethënë, për me kuptuar njëri e ka kuptuar tauhidin. Për me kuptuar njëri e ka kuptuar akiden, për me kuptuar njëri e ka kuptuar Kur'anin, për me kuptuar njëri e ka kuptuar shon kjo fe. Nëse ti përmend se sprova më e madhe e umetit janë pushtetet zullumçare, sprova më e madhe e umetit është varfënia, sprova më e madhe e umetit është mosshkollimi, ku diun çka. Nëse se ka kuptuar që këtu janë shumë sprova të mëdha, po këtu sprova janë, domethënë, gati nuk shihen karshi xehlit e ignorancës dhe padjenisë, muslimanët kanë mbi fjalën që me çat bosh musliman. Në çat fjalë që mos e kishe kuptuar, çat shprehje nëse se ki kap, çka i bë. Kujt dosh me dal me këtë fjalë? Ku të çon që kjo fjalë? Çka ki kuptu? Pra si domon çka ignorancë e gjomin atë që te imamët e davetit ton të tauhidit, është kjo ignorancë ajo që ka koll zemrën. Është kjo ignorancë që i ka vënë me bë davet.
O çka ignorant që e ka bën ata me bë maksimumin. Këtë jetën me lën për davetin për hapën e fesë Allahut, shkaku që një pjesë e madhe e umetit e morin këtë si temë të kryer, apo sikur e din, sikur po e kuptojnë, por realisht pastaj domethënë e gjëm që nuk e kuptu, ndërkaq Allahu na tregon. Allahu na tregon që populli Adit, që ka qenë para mira viteve, profetit vet, Hudit alayhis salam, i ka dhënë në kuptu që të kena morë shkajt u thirr. Domthon, populli Adit që kanë qenë mushrikin, i kanë treguar pejgamberit që na nuk kena të interesuar me ndryshu, ama e kena kuptu shkajt u dashni me thonë. Thot Allah subhana, qalu ajitna lina'budu Allaha wahda wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Thot akjarti që na me adhuru veç Allahun, edhe me hek dorë prej idhëve që i kanë adhuru, edhe hynive që i kanë adhuru baballarët e tonë, domthon e kena të qartë shkajt u lypti. Domthon thirrja jote është na mu distancu prej shirkut më parshëm. Domthon na nuk kena të interesuar, ama pe kuptomi. Nuk kena të interesuar, ama pe kuptomi. Ndërkaq ndodh dikush kur nuk i ik namazi, ndoshta ndodh dikush kur si ka ik xherimi, ndoshta moment që domethënë ju ka bë obligim hijabi, e ka nu hijabin kush e ka pas obligim, moment që domethënë ju kanë obliguar obligimet fetare, këti ka kryet në jetën, ama nuk e ka kuptuar që do të më ek dorë nga adhurimi i evlijave, ose nuk e ka kuptuar që do të më ek dorë nga adhurimi, domethënë i shenjtorëve të sekteve ose të tarikate, ku diun çka. Domethënë ky se ka kuptuar, disha se ka kuptuar populli i Adit. Populli i Adit që ka një histori për kufër, s'kan një ata për iman. Ai për kufër ka një histori, ka kuptuar, i ka thonë pejgamberit vetë kompetimi. Ti ke ardhën që na veç një Zot me adhuru, edhe me ek dorë nga gjithë kusht tjetër që adhurohet krahas Allahut, sikurse Allah subhanahu wa taala na tregon në evidencë kuranore që mushrikët e Mekës e kanë kuptuar. Edhe mushrikët e Mekës e kanë kuptuar që domethënë thirrja e një profeti është distancimi prej gjithë kujt tjetër krahas Allahut, edhe pohimi besimi vetëm për Allahun. Thot Allah subhanahu wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab. Kanë thonë pabesimtarët, ky është magjistar, gënjeshtar. Kanë thonë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e jalal alihata ilahan wahida. Thot ky krejt hynit, krejt penanit, po do më bëvesh një hyni, vesh një të adhuruar. Unë e kam kuptuar qartë që nuk mund të më ekzistue adhurim për dikë tjetër krahas Allahut, kur ja pohon adhurimin Allahu subhanahu wa taala, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Kur u thuaj mushrikëve, thuni la ilaha illa Allah, ata ngreshin kry. Edhe thoshin wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'ir majnun. Edhe thoshin a kena me hek na dorë prej hynive tona, për të adhuruarve tonë, për fjalët e një poeti të çmendur. Mëne kanë ditë që këtu ka terk, ka braktisje, ka lënje. Nuk mundet më thonë me shkue bashkë. Çi bie, me thon la ilaha illallah, je duke mohu, edhe je duke pohu. Je duke mohu gjithë që adhurohet krahas Allahut subhanahu wa taala, duke pohu vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Dhalika bi anna Allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Kjo nga që veç Allah është hak. Edhe kushdo që adhurohet krahas Allahut është i kot. Kushdo që adhurohet krahas Allahut është i kot, domthon dush me besu që kushdo që adhurohet krahas Allahut është i kot dhe adhurimi është i kot, edhe është kufër, edhe është domethënë shirk. Ndaj mushrikët e kanë kuptuar që thirrja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam paska pasën përveç pohimit edhe mohimin, edhe rrjedhimisht domethënë e kanë besuar një pjesë që kjo është shumë e rëndësishme me analizu. E kanë besuar që nëse e pohojnë fjalën la ilaha illallah, edhe i mohojnë gjithë ata që adhurohen krahas Allahut, i bie që janë duke dhënë gjykim edhe për udhëtarët e shirkut të kufrit. Pra arsye një pjesë e ndaljes edhe hezitimit të mushrikëve ka qenë që po baballarët e tonë ç'janë kon. Ata e bie që na të thonë që baballarët e tonë janë kon devim. E kanë kuptuar se kjo është e ndërlidhur ngushtë me deklaratën. Kur ti thu shirk edhe kufër, atëherë i bie që kjo ka pasojë. Sikurse e shënon Imam Ahmedi ibn Bayhaqiu që dikush vën me Medinë, edhe e sheh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe këtë e ka thonë pas islamit të tij. Thot raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi suqi dhil majaz. Thot në tregun dhil majaz e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Edhe i thoj ke njerëz, o njerëz, thuni la ilaha illa Allah keni më shpëtu. Thuni që këtë shprehje keni më shpëtu. Wa idha rajulun khalfahu yusfi alayhi turab. Thot një thot mbrapa ti thot i gjujke me dhe. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa idha huwa Abu Jahl, fa idha huwa Abu Jahl. Ai shkonën Abu Jahl. Wa idh huwa yaqulu ya ayyuha an-nas. Ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëz, o njerëz thuni la ilaha illallah, ky thikë njerëz, o ju njerëz, la yaghurrannakum hadha an dinikum, mos ti më ashtroje ky me hek dorë pi fes juv. Thot fa inna ma yuridu an tatruku lata, an tatruku ibadata allati wal uzza. Se ky po do ju me hek dorë nga adhurimi i Latit dhe i Uzzës. Domethënë, adhurimin e Allahut e ka pasur Abu Jahli dhe të tjerët.
Amo betejë mes Abu Jehlit dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë a me lon latin edhe Uzën a mos me lon. Do të thonë ky betejë ka bëu njerëz mos e ngoni që pi thot thuni la ilaha illallah, se kjo fjali është e bukur. Edhe njëri i arsyeshëm e kap, thot mirë po tash pjau përkthen. Pjesë e kësaj fjali është ju do të më hek dorë pi latit edhe Uzës. Pjesë e kësaj fjalie ti do të më hek dorë pi mauzolave dhe evliave dhe njerëzve të shenjtë, njerëzve shenjtorë, ku nuk ka adhuron ti krahas Allahut. Pjesë e kësaj deklarate është ti mos më menu dikë tjetër që meriton adhurimin krahas Allahut, qof lutje, qof tavafi, qof zotimi, qof kurbani, çka do kohë që është adhurim, nuk guxon ja kështu dikujt tjetër krahas Allahut. Ebu Jehli pja për këtë njerëzve fjalën la ilaha illallah. Pikëzoi çështoj be. Ky pi thotë veshtuni, apo çështoj be. Pjesë e deklaratës është që ti duhesh me hek dorë prej adhurimit të latit edhe domethënë të Uzës, dhe kjo është ndonjëherë thelbi besimit në Islam. Në thelbi besimit në Islam është domethënë me e zhb, me e largësu, edhe me e gjunjëzu, edhe me e flakëru në zemrën tonë, edhe në deklaratën tonë, edhe në praktikën tonë, çdo adhurim domethënë që i kushtohet dikujt tjetër krahas Allahut subhanuhu teala. Ndaj nëse dikush thotë çka është esenca e dogmës suaj, çka është esenca e akidës suaj, është pikërisht kjo. E shënon Imam Ahmedi, shehshoi thotë hadithi sahih për Bahz ibn Hakimit, ai babës vetë ai gjyshit bugartë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pranë Islamin, edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ya Rasulullah, o ma ayatul Islam. Ka thonë tur Allah, çka është shenjë Islami, çka kjo fe, çka thelbi kësaj fe. I thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam an taqula aslamtu wajhi lillahi wa takhallayt. Thuaj ju ndërzova Allahut edhe hoqa dorë për gjithkujt tjetër. Do thonë krahas Allahut subhanahu wa taala, sigurisht është Imam Muhamedi Muslimi pe Tariq al-Ashja'i, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë men qala la ilaha illallah, kush do të thotë la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, edhe mohon gjithkë që adhurohet krahas Allahut. Jo vetëm ja po Allahut, po edhe qartësi mohon gjithkë tjetër që adhurohet krahas Allahut. Haruma maluhu wa damuhu wa hisabu ala Allah. Gjaku edhe pasuria e tij është e shenjtë, llogarinë ka tek Allahu subhanahu wa taala. Çet koncept që do të më mohu, mu distancu, apo pastaj më pohu edhe më u përcaktu tek pohimi, Kurani e pohon shumë fuqishëm, përveç ajeteve që i përmendëm. Allah subhanahu wa taala e përmend për Ibrahimin alayhis salam, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi inna bura'u mimma ta'budun." Ku Ibrahimi i tha babës vetë edhe popullit vet, na distancohemi prej asaj që ju adhuroni, ila alladhi fatarani. Përveç ai që më ka kriju. Domethënë këtë pjesën e besimit që jo, kjo nuk mohohet. Kjo pohohet. Ila alladhi fatarani. Përveç ai i cili më ka dhënë formë, përveç ai i cili më ka dhënë domethënë ekzistencën, fa innahu sayahdin, ai ka më muzu, wa ja'alaha kalimatan baqiya fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dhe këtë Allah e ka bëu fjalë përhershme tek pasardhët e Ibrahimit kur doin më kthy njerëzit në udhë. Ku do të më kthy në udhë? Do të më kthy që do të më mohu edhe me pohu. Do të më mohu të tjerë krahas Allahut, edhe me pohu vetëm adhurimin për Allahun subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall, "Walladhina ishtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah." Ata të cilët shmangën për gjithkujt tjetër që adhurohet krahas Allahut dhe kthehen ka Allahu, lehumul bushra. Këtyre u takon përgëzimi. Që kjo Allah musliman, që ti takon përgëzimi me xhenetin e Allahut, thot Allahu subhana fa bashir ibad, jepja myshdën robët me. Kush është rob? Ai i cili ka bë kufrin tagut, edhe ka bë iman në Allahun subhanahu wa taala. Shfrytëzoj rastin që tonë vllazni, me analizoni shqetësim. Kur e kupton madhështinë, edhe rrezikun që ka të bëj me bazat e fesë. Unë mendoj që kushdo që i ngjon këto ajete, mundet me ju aktivizu madhnimi i kësaj domethënie. Domthon, shumë temë e madhe, po edhe e rrezikshme, apo? Se domthon shkon te Allahu si pa besimtar. Neve duhet ndëllëzër me na u sforcu ndjenja edhe gatishmëria për davetin. Kjo nuk duhet me na sforcu vetëm ndjenja e fat e të qenit me fat, edhe me falëndruar Allahun që elhamdullah po i mësojmë, elhamdullah që na ka udhëzuar. Me sforcu davetin. Me sforcu davetin, se domthon njerëzit janë në këtë gjendje shkaku i padjenis. Njerëzit janë shkaku që shumë musliman, shumë fetar e kanë kthyer fetarinë e tyre në projekt personal. E kanë kthyer fetarinë në projekt të tyre shtëpiak. Nuk e mendojnë që do të më shpëtojnë njerëzit. Ndërkaq na duhet me sforcu këtë. Për arsye, kur të ndëgjosh ajetin fa'lam annahu la ilaha illa Allah, dije se nuk ka ilah përveç Allahut, do të më krejt tjerë krahas Allahut. Menjëherë me menu sa veta nuk e din çka i bë la ilaha illa Allah. Menojnë çat rrethin tan sa vet nuk e din edhe sa vet jam tu jetu pa la ilaha illa Allah. Çështu meno. Mos e meno veç me pas një trajtesë, një shtillim të thellë, domethënë teologjik. Menoj domethënë ku mund është ti me shku më shpjegoj ti ku çka fjalë. Ku mund është diku sonte me shku me len Allahut pas derës më ka kallzu, domethënë që do të më mund gjithkush tjetër krahas Allahut, do më ek dorë për çdo tjetër që adhurohet krahas Allahut subhanahu wa taala. Ose kur anin hadithi që shënoi Imam Muslimi për Uthmanit radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna." Kush des, tu e di që është la ilaha illa Allah.
Amu të e ditë, jo të e thonë. Kush des të e ditë çka i bën fjala la ilaha illallah, çu që në xhenet. Sa njerëz që na ka shkuar me pa e ditë. Sa njerëz dashur dhe çmume dhe të afërt tonë kanë shkuar ndoshta Allah pa e ditë fjalën la ilaha illallah. Ose sa njerëz mumi me pështu para se me shku te Allah azza wa jall me mujt me shku të e ditë çka i bën fjala la ilaha illallah. Apo na shkuam ndoshta thellom në lloj teme periferike të fesë, nuk kena nën asnjëherë me mor me thon për shembull. A e dini çka i bën fjala la ilaha illallah? Çu kishmi për kthy? Çka i bë? Ku na çon kjo fjalë? Cilat janë kuptimet themelore? Cili është domthon zbërthimi më esencial i kësaj fjale edhe domthon mu siguru që njerëzit janë të ditë fjalën, domthon fjalën la ilaha illallah. Allah subhanahu wa taala kur thot në Kur'an, "Hadha balaghun lin-nasi wa liyundharu bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid." Thot keq këto argumente, keq ky Kur'an, ka njerëz më të tërheq vërejtjen me ditë që vesh një Allah, me ditë që vesh njëri me të adhurimin. Tash me minuti, ku ne ja ki çu kët mesazh? Wa liyundharu bihi. Me mu paralemru njerëzve mjau çu kët lajm, i thonë, çeli syn se më thon kjo është temë pa kompromis. Tema e bazave të fesë, temë pa kompromis, më shkon te Allahu pa këtë fjalë, domthon çish del Allahu te bareke ve taala. Për arsye domthonën, këto tema duhet me ne, domthonën sforcue ndjenjën e fortë të gatishmërisë për davet, edhe me menu domthonën që sa më shumë, që madhnon Allahun, bash marak për njerëzit me njoft Allahun nëpërmjet fjalës la ilaha illallah, edhe me mohu tagutin edhe me pasën besim në Allahun subhanahu wa taala. Sigurisht ka ardhur dikush edhe ka thënë Hasan al-Basriut, disa njerëz po thonë kush thot la ilaha illallah hin xhenet. Apo edhe Hasan al-Basri thot po, thot kush kush thot fjalën la ilaha illallah hin xhenet, thot men adda haqqaha wa fardaha dakhala al-janna. Kush jep hakun edhe kryen obligimin e kësaj fjale, që hyn në xhenet. Domethënë, sa njerëz i kitin në jetën tonë që as nuk e di shkon farzi i fjalës la ilaha illallah. As nuk e di shkon hakja e fjalës la ilaha illallah. Dikush do të më mësua ata, dikush do të më shku mi kallzu. Nëna nuk kena njerëz të derseve se s'kena çfarë më bën. Ne nuk kena njerëz të derseve thjesht për sevapin e faljes së gjunave në fund dersit. Na do të bëhen njerëz derseve që më mor me çuket davet. Mi çuk këto domethënie, më u shpjegoj njerëzve, edhe në vazhdimsi më u kthy te këto domethënie të cilat domethënë janë bazike, edhe janë domethënë shumë domethënë të pakompromista, kush e ka imanin e vlefshëm ditën e gjykimit. Me përmbledh keq këtë çfarë do të thonë. Kush e ka imanin e vlefshëm ditën e gjykimit. Thot Allah subhana, illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Ata të cilët e thojnë të vërtetën, dëshmojnë për të vërtetën, wa hum ya'lamun, e di çka ka thonë. E di kur ka thonë la ilaha illallah, çka ka dashur me thonë. E di se çka i ka rënë me thonë. E di çka ka nën kuptu, çka ka asocu, ku kanë çu kjo fjalë, e ka kuptu, kjo e ka ditë, çykti i ban hajt domethënë fjala la ilaha illallah domethënë ditën e gjykimit. Pastaj autori vazhdon me dy ajete për ta theksuar edhe një domethënie që është themelore. Përveç kësaj që duhet mu distancu për gjithë kujt tjetër krahas Allahut, pastaj me kuptuar që mohimi dhe pohimi është pjesë e fjalës la ilaha illallah, tash janë dy ajete domethënë për një domethënie poshtë themelore. Thot Allah subhanahu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ne në çdo ummet kemi dërguar nga një profet që ka thonë njerëzve: adhuroni Allahun dhe shmangni tagutit. Adhuroni Allahun dhe shmangni gjithë kur që adhurohet krahas Allahut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ne këto që kemi dërguar për profetin më përpara ka shkuar te populli vetë ka thonë nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Çi kjo thirrje në vëllezër? Që du të më mu gjithkush tjetër krahas Allahut, edhe mu pohu besimi vetëm për Allahut, është thirrje edhe vazhdimsi e krejt profetëve. Kjo është shumë e rëndësishme e potencu. Pse? Se ndoshta kur dikush i thekson këtë domethënie, edhe i jep zor këtyre kuptime, mund dikush me thonë që ti je fjala bie për shembull rezultat i një dogme të para 2 shekuj. Jo, nuk është e 2 shekuj kjo. As nuk është e 3 shekuj. Por ja na nuk pranohemi ti përkatësohemi as kujt tjetër përveç Kuranit e Sunetit. Për na me ballhap për thomi që këto janë bindje kuranore, janë proklamata profetike, janë përcaktime të shpallura, nuk ka të bëjë me individ. Mund një individ mu bë sebeb muri për tri, ama ajo nuk është ide e tij, nuk është thirrja e tij. Ai mund të më kon flamurtar në një periudhë caktuar. Kjo është bindje e këtë pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, ndaj na besojmë që është vazhdimësi e njëjtë pa kurrë ndryshimi çështja e besimit prej te profeti i parë deri domethënë te i fundit. E shohim Muhamedi ibn Muslimi pe Abu Hurairës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë: "Ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam fi al-ula wal akhirah." Thotë në dynjën ahiret unë jam më i afër me Isa alayhis salam. Unë jam më i afër. Ai kanë thonë: "Ja Rasulullah, kayfa ya Rasulullah?" Çish është kjo që ti je më i afër me Isa? Çka të bën çka është afër me Isa alayhis salam? I thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Thotë al-anbiya ikhwatun min 'allat." Thotë profetët janë vëllezër me nëna të ndryshme. Janë vëllezër,
Do thonë prej nënave të ndryshme. Ummahatuhum shatta, nënat I kanë ndryshme, wa dinuhum wahid, fejen e kanë një. Felejse bejnana nabi, edhe mes me dhe Isait nuk ka më profet. Do thonë çtu dinuna wahid, feja jonë është një, këtu është roli I babës, në kuptimin që nuk del do një gjenetik tjetër, nuk del një preardhje tjetër, është e njëjta. Për arsye, këtu prapë do të më theksu çka tham fillim. Kur të vjen dikush edhe do më ushtin në një besim caktuar, doni më hap vesht edhe më hap syt për arsye se nëse ti pranon më antasu me një ide ose pranon me ndjek një dogmë, dosh më konsh më sigurt, a hapi tani unë se na më keton ajo. Sepse nëse për shembull aty ka diskutim mund të jetë kufër, mos të jetë kufër, është një interpretim kështu është. Jo, na besimin e kena shumë qartë. Besimin nuk e kena që shpjegohet në tavolinë. Besimin e kena shumë të hapur, e kena shumë të transparent. Domethënë argumentet e besimit janë shumë të qarta. Nuk është domethënë besimi sigurisht se temat e fikut ose të disa tema të fikut, se nuk do të edhe fikun me pa domethënë komplet si domethënë I diskutueshëm. Kështu që burimi dhe rrjedha jon është tek shpallja dhe tek profeti. Edhe na do të më insistuar me theksu këtë. Ndaj do të më konë shumë të aftë, kur t'ja shpjegojmë njerëzve akiden, kur t'ja shpjegojmë njerëzve fjalën la ilaha illallah, kur t'ja shpjegojmë njerëzve bazat e imanit, me ndje ata që na tiçu te burimi, na tiçu te shpallja dhe te pejgambert, jo te doni sekt, jo te doni grup, jo te doni individ, jo te doni shoqni, jo te doni përkatësi e ngushtë, për arsye se të vërtetat e mëdha janë gjana, nuk ngushtohen. Na mundemi me met ngusht kuptimin e refuzimit, na refuzojnë të tjerët dhe bëmu ghoraba. Amo na ngurabaj na vesh në tokë, nuk kena nguraba edhe me xhamatin e qiellit. Domethënë na besojmë njëjtë çu beson Xhibrili, na besojmë njëjtë çu besojnë engjëjt e katit parë, dytë e tretë kështu me radhë. Domethënë na nuk kena nguraba në këtë kuptim. Domethënë përkatësimin e saktë na jena domethënë njerëz më shumë të xhamat. Përkatësimin e rebelëve, po mundën domethënë në mesin e rebelëve me pas domethënë më shumë ata të cilët nuk pajtohen me neve, po kjo neve nuk na bën domethënë kurfar domethënë ndikimi për arsye se nuk përcaktohem shkaku I njerëzve, po shkaku I Zotit njerëzve. Edhe njerëzit na insistojmë këtu te Zoti I njerëzve, shkaku I Zotit jo shkaku I njerëzve. Ani pse na kena dhëmshuri për njerëzit, ani pse na kena mëshirë për njerëzit. Po arsyeja pse na do më çute njerëzit e Allahu është Allahu. Për shkak të dashurisë që kena për Allahun, për shkak të urdhresës që e ndjejmë prej Allahut që do të më promovu domethënë të vërtetën. Kështu që dogma në vëllezër, besimi është përcaktimi më I madh në jetë dhe tukon besimi, duke qenë besimi përcaktimi më I madh në jetë, do të më pas një burim unik. Dush me I lën njerëzit mund dije që po kthehen te Kurani te Suneti, jo po kthehen te ti. Jo po kthehen te një individ. Dush më avon që ket relaksim nëse kom të drejtë. Thot Allah subhana, lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tihumul bayyina. Mushrik dhe idhtarët e librit nuk e kanë njet, nuk menojnë me hek dorë pik dogmës së tyre, pa ardhur diçka argumenti I qartë. Pa ardhur një bejine. Kush është bejine? Thot Rasulu min Allah yatlu suhufan mutahhara. Vani pejgamber që reciton ajetet e Allahut. Domethënë, për me hek ai dorë pini dogme, do të më ditë që të hek, të ndjek një profet, jo të ndjek një individ. Jo të ndjek domethënë një autor e kështu më. Kështu që këmbgula jonë në akide është e pakompromiste dhe gjithashtu duhet më theksu, edhe me bëni pyetje, a ekziston diçka ekuivalente që mundet me na ofru për me mujt me ndrru këtë vërtet? A ka diçka që I afrohet shpallës edhe për profetëve? Me që nuk I afrohet kush shpallës edhe profetëve, vetëm na kumgulmi që me nejtën këtë vërtet, domethënë pa lshu në asnjë pikë, edhe kjo nuk është fanatizëm mbi preardhje, po është domethënë bindje e palëkundshme mbi argumente. Bindje e palëkundshme mbi argumente dhe autori vazhdon me ajetin e 5 të fundit në këtë kapitull, ajeti 5 thot Allah subhana, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjin dhe njerëzit nuk I kam krijuar për tjetër vetëse që të më adhurojnë. Pse do të më prutë që këta ajet 5 në të parë? Pse nuk I ka pruar autori për shembull me të parën që ne na kriju për me adhuru Allahun subhanahu wa taala? Po çka radhiti vëllazni? Mohem, pohem, njëjësim, veç një, mas mbrëmti është me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Po me kallëzu se kjo nuk ka dogmë në kuptimin thjesht përcaktime të menduarit. Po ka të bëjë që ti diçka e çon mas mbrëmti në praktikë e jetson duke adhuru Allahun subhanahu wa taala, edhe kjo bindje, domethënë, duhet moralizu. Saktësisht, që Allahu neve na ka kriju, a është e vërtetë absolute? Është e vërtetë absolute, pa dyshim. Mirë po, pse na ka kriju? Edhe pse na ka sjellë në ekzistencë? Kjo pastaj mund të më konë për neve që na mumi me pyet. Mirë po. Nëse është krijimi temë absolute për ty, atëherë temë absolute për ty është edhe një temë tjetër, cila se ti nëse vetë pse më ke kriju vetë me cilësinë e robit, jo cilësi tjetër.
Domethënë ti përderisa prej të ekzistenca jote, prej të frymëria jote, prej të jeta jote, prej të dita kur vjen atë dita kur shkon, kur gjë zvarret pi teje, atëherë i vetmi petk, i vetmi kostum që ty të ka hije është robi. Edhe ti vet, pse më ke kriju Zot, vet domethënë me e ditë detyrën e jo domethënë pse je kurrështar për diçka tjetër. Për arsye, kushdo me kuptu këtë temë, duhet me sforcu ndjenjen e realitetit njerëzor. Cila është realiteti njerëzor? Është robnia. Domethënë ti je skllav, ti je rob, ti zvetesh për kushej. Ti as për frymarrjen tonë nuk vetesh. As për frymarrjen tonë, as për mbylljen e çepallave të syve tu nuk vetesh. E nëse ti zvetesh për kushej, atëherë pyetja jote për arsyeën e ekzistencës është pyetje domethënë që ka të bëj pikërisht domethënë me rolin që e meriton, që është domethënë robnia, e Allah na përgjigjet, thot, unë ju kam kriju për më madhru. Unë ju kam kriju për më bëu punë të mira. Unë ju kam kriju pastaj për më morën domethënë në llogari llogaria pastaj Allah subhanahu wa taala, që Allah azza i merr në llogari krijesat, është pjesë e botkuptimit të absolutësisë së Allahut subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jalla, fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. A keni menuar që na ju krijojmë juve për kot, për kurrëç, edhe nuk keni më kthyr te na, domethënë apo mbeson si Zot? A ban Zoti çështu? A krijon kot Zoti? A krijon Zoti qiell dhe toka tu tall, tu bajgare? Nuk mundesh me menon kështu për Zotin. Nëse menon kështu për Zotin, atëherë domethënë nuk mundesh me kuptuar pse duhet me bëvë vepra të mira, pse duhet me domethënë me uringjall. Allah subhanahu wa taala thotë kështu. Thotë: "Ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Batila. Thotë nuk I kena kriju thotë qiell, tokën dhe çka mes tyre si diçka të kot. Thotë: "Zalika dhannu alladhina kafaru." Thotë kjo mendimi aty në shkem pabesimtar, domethënë veç pabesimtarët mendojnë kështu. Veç pabesimtarët mendojnë që domethënë mund të më kon kjo kot. Mund të më kon pa një qëllim, mund të më kon pa një llogaridhënie, mund të më kon pa ringjalli, mund të më kon pa një mision. Për arsye keni vëmendjen, shpesh domethënë kur duam na mi bind njerëzit, mi kthy Allahu subhanahu wa taala, do të më potencu këtë vërtet. Apo beson ti në Allahun? Po. Çish e beson ti Allahun që domethënë Allahu krijon gjithë këtë qiell, gjithë këtë tokë, edhe domethënë kjo është krejt e kotë edhe pa një domethënë pa një arsye. Argumenti I gjashtë dhe me këtë përmbyll autori edhe në përmbyllje ligjatin, kërkon dijes për zgjatin, është një thirrje. Realisht është thirrje, nuk ka të bëjë me pjesët e mëparshme. E shënon Imam Buhariu Muslimi për Abdullah ibn Abbasit, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka dërguar Muadhin për Yemen, I ka thonë ti po shkon me një vend që janë I thart librit, domethënë nuk ka që zin kur gjë për fe. Thot kur shkosh atje thot felekun awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatullahi azza wa jalla. Kur shkosh senin e parë që tu thuash atyne, tregoja dhe mësoja dhe thirrje për me adhuru Allahun, kuptohet me adhuru me tauhid, me njësim duke mos adhuru diçka tjetër krahas Allahut. Pastaj thot fa idha arafu Allah fa akhbirhum anna Allah farada alayhim 5 salawat fi yawmin wa layla. Fi yawmihim wa laylatin. Thot kallzojo si ta njohin Allahun, si ta njohin Allahun. A e ka njohur Allahun krishterët edhe pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Po e ka njohur me shirk. Duke e përzive të tjerë krahas Allahut. Thot si ta njohin çish nifat, kallzojo që do të më fal. Kallzojo që do të më fal. Sikur shehu me përzgjedhjen këtij hadithin na vjen te kjo dy domethënie në tekst. Fjalia e para çka që thirr njerëzit është besimi. Si t'ju ndreqë, si ta njohin, kallzojo që do të më fal. Çka kena marrë na vesh për besimin si mos falmu. Domethënë namazi dhe zakati është realizimi më konkret që I bëhet çështës së besimit. Domethënë këto tema, domethënë me njoft Allahun, me mohut të tjerë krahas Allahut, me pohu Allahun, me mësu Allahun, kjo fund, nëse nuk adhurohet Allahu nuk me namazit, thjesht me teori, mirë po nuk është domethënë diçka që e përcakton fundin ton. Elos Allahu azza wa jall, me ne pastor zemrat, me na bëj prej imamave edhe prej ftarëve më të denjtë të tauhidit, me na mësua me jetu me tauhid, me dek me tauhid, me ringjall me tauhid, edhe më kon xhenet me Ibrahimin alayhis salam, me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe imamat e udhëzimit. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.